Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë ish-kryetarin e Bashkisë me Maliaj Xholek Guci, i akuzuar për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Gjithashtu janë dërguar për gjykim Edmonda Harizi, ish-nënkryetare e Bashkisë me Maliaj, Peta Hoxha, ish-drejtori i shërbimeve publike pranë Bashkisë me Maliaj dhe Bersant Ylli, administratori i subjektit Bersant Ylli, i akuzuar për të njëjtën vepër penale. SPAK njoftoi se hetimet nisen mbi bazën e kallëzimeve penale të dërguara nga kontrolli i lartë i shtetit me 28/10/2024 në lidhje me procedurën e prokurimit. Ndërtimi u sjellësit rajonal për fshatrat Vasjar, Iliras, Qerasat, Anvjo, Soç, Lulzim, Zhulaj, Krahës dhe qyteti Memaliaj e vitit 2021 me autoritet kontraktor Bashkinë Memaliaj. Nga hetimet e SPAK bëri të ditur se ka rezultuar se kryetari i Bashkisë me Maliaj, shtetasi Xholek Guci, me 21 shtator të vitit 2020 ka nënshkruar kontratën e dhurimit me numër 658 frakson 1 me operator ekonomik Artreum Generation SHPK, ndërsa objekti për zbatimin e ndërtimit të ujësjellësit rajonal është miratuar nga kryetari i Bashkisë me Maliaj. Sipas SPAK, pas analizës së dokumentacionit të procedurës së prokurimit, është konstatuar se anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, shtetasit Edmonda Hariza, Peta Hoxha, Bersant Ylli dhe titulari i autoritetit kontraktor Bashkia me Maliaj, shtetasi Xholek Guci, në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për operator të tretë, duke kualifikuar dhe shpallur fitues Bashkimin e Operatorëve Ekonomik EG SHPK dhe ED Construction SHPK, të cilët kishin mangësi në dokumentacionin e paraqitur, veçanërisht në kriteret për kapacitetin teknik. Gjithashtu SPAK ka njoftuar se është pranuar nën kontraktimi për operatorin ekonomik Artreum Generation SHPK, i cili ndodhej në kushtet e konfliktit të interesit, pasi kishte dhuruar projektin dhe kishte hartuar specifikimet teknike dhe nuk plotësonte kriteret ligjore për nënkontraktorët. Në datën 28 janar 2026 është vendosur ndarja e procedimit penal për hetime të mëtejshme lidhur me zbatimin e kontratës, për të cilën kërkohet kryerja e veprimeve hetimore të mëtejshme.